Dasma e paralajmëruar e Big Brother VIP Kosova pritet të jetë një nga ngjarjet më të veçanta dhe më të komentueshme të këtij edicioni. Sipas njoftimit të fundit nga faqja zyrtare e Big Brother VIP Kosovas në Instagram, ceremonia do të zhvillohet të dielën, duke nisur nga ora 21:00 brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. Banorët dhe publiku në spektaklit po e presin me padurim këtë moment, i cili premton emocione, surpriza dhe shumë situata të paparashikueshme brenda mureve të shtëpisë. Atmosfera pritet të jetë festive, me dekorime speciale dhe aktivitete të veçanta që do të shoqërojnë çastin e dasmës. Ndërkohë, misteri mbetet i plot për identitetin e çiftit që do të martohet. Faqja zyrtare ka zbuluar se të gjithë do të duhet të presin deri nesër në transmetimin prime, për të mësuar se cilët banor do të jenë protagonistët e kësaj ngjarjeje madhështore. Fansat janë të etur për të parë reagimet, emocione dhe ndoshta edhe situatat komike që mund të lindin gjatë ceremonisë, duke e bërë këtë dasmë një nga momentet më të pritura të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova. Me padurim, të gjithë po presin të dielën, duke shpresuar që surprizat të jenë të paharrueshme dhe të mbushura me emocion. Big VIP Alania Kosova ju ka informuar kohë më parë për këtë dasme. Ja çfarë ka thënë? Një atmosferë krejtësisht e pazakont pritet të pushtojë shtëpinë më të famshme në Kosovë. Big Brother VIP Kosova po sjell një tjetër surprizë që premton emocione të qeshura, por edhe tensione mes banorëve. Një dasmë brenda shtëpisë. Po, e lexuat sakt, një ceremoni martësore show, që pritet të trazojë ujërat e lojës dhe të nxjerrë në pa dinamika të reja mes çifteve dhe banorëve të tjerë. Gjithçka nisi me ardhen e një zarfi të veçantë gjatë spektaklit të mbrëmjes, i cili u lexua para të gjithëve dhe solli menjëherë reagime të forta. Në përmbajtjen e tij bëhej e ditur se në shtëpi do të organizohet një dasmë simbolike, pjesë e sfidave dhe lojës së javës. Ky zhvillim u prit me entuziazëm nga disa banorë, ndërsa të tjerë u dukën të stepur, duke e parë si një situatë që mund të krijojë xhelozi, keqkuptime apo afrime të papritura. Një rol kyç në këtë mision ka Dolce, e cila mban titullin kapitene e javës. Asaj është dhënë një përgjegjësi mjaft interesante, por edhe delikate. Të përzgjedh 3 çifte nga shtëpia që do të jenë në garë për martesën e Big Brotherit. Ajo madje ka të drejtë të përfshijë edhe veten në një nga këto çifte, gjë që e bën situatën edhe më personale dhe potencialisht më të ndërlikuar për marrëdhëniet brenda shtëpisë. Por vendimi i saj nuk do të jetë krejtësisht i njëanshëm. Para se të shpallë përfundimisht 3 çiftet, Dolce duhet të konsultohet me banorët e tjerë, duke dëgjuar mendimet, dëshirat apo kundërshtimet e tyre. Kjo fazë pritet të sjellë diskutime të forta, pasi çdo zgjedhje mund të interpretohet si strategji loje, simpati personale apo edhe provokimi drejt për drejt ndaj ndonjë banori. Pasi të përzgjidhen 3 çiftet, topi kalon në fushën e publikut. Përmes Instagramit zyrtar të Big Brother VIP Kosova, do të hapet një votim 24 orësh, ku ndjekësit do të vendosin se cili nga çiftet meriton të përjetojë dasmën brenda shtëpisë. Kjo e bën publikun pjesë direkte të spektaklit, duke ndikuar jo vetëm në një event festiv, por edhe në balancat emocionale dhe strategjike të lojës. Një dasmë sado simbolike në një ambient si ai i Big Brotherit nuk është thjesht argëtim. Ajo mund të forcojë lidhje, të zbulojë ndjenja të fshehura, por edhe të krijojë krisje të reja. Xhelozia, krenaria, dëshira për protagonizëm apo frika nga paragjykimi i publikut. Të gjitha këto emocione mund të shpërthejnë në ditët në vijim. Tani mbetet për tu parë kush do të jenë 3 çiftet e përzgjedhura nga Dolce, dhe më rëndësishmja cili çift do të shkojë drejt altarit të Big Brother VIP Kosova. Një gjë është e sigurt, kjo dasmë nuk do të jetë thjesht një ceremoni, por një tjetër kapitull dramatik në lojën që po bëhet çdo ditë më e fortë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.